Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në Kallëzo për një me. Gjatë kësaj jave sërish kemi marrë lajme jo të mira për vendin tonë sa i përket zbatimit të ligjit dhe zbatimit të standardeve për të drejtat e njeriut, dhe kjo ndërlidhet shumë me faktin që Kosova ende nuk është në agjendën për të anëtarësuar në Këshillin e Evropës dhe rrjedhimisht për të pasur të drejtë që qytetarët e Kosovës, të cilëve ju shkelën të drejtat e njeriut, të bëjnë padinë gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut, konform standardeve të cilat i rregullon Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut. Kjo është njëra prej shqetësimeve shumë të mëdha e cila gjatë kësaj jave për shkak të ndoshta kaosit politik i cili është duke shkuar në vend, nuk është trajtuar në detaje dhe nuk është diskutuar mjaftueshëm në studio televizive, andaj për ta trajtuar këtë temë dhe për të parë se cilat do të jenë konsekuencat e këtij vendimi dhe cilat do të jenë të drejtat e cilat qytetarët e Kosovës do i humbin për shkak të mosanëtarësimit në Këshillin e Evropës, në studio kemi ftuar avokatin e popullit Naim Qelaj, me të cilin normalisht do të diskutojmë edhe për sfidat e tjera me të cilat është përballë avokati i popullit gjatë vitit të kaluar, duke përfshirë këtu lirinë e mediave, po ashtu standardet e tjera të drejtave të njeriut të cilat lidhen me punën e avokatit të popullit. Avokat, faleminderit që je sonte në studion e Kallëzo për një me. Fillimisht, çka është pasojë që Kosova ka prej mosanëtarësimit në Këshillin e Evropës? Mendoj që pasojat janë të shumë thjeshta. Fillimisht për vetë demokracinë e vendit tonë, në shtetin e Republikës Kosovës, po pastaj të qytetarët, sepse e kanë humbë ose privohen nga një drejtë me pas një kontroll ndërkombëtare në raport me punën e autoriteteve të Kosovës, kryesisht vendimeve gjyqësore, të cilat i nënshtrohen jurisdiksionit të kësaj gjykate. Por nuk është vetëm kjo. Këshilli i Evropës mbrana vetes ka dhe mekanizma të tjerë të kontrollës dhe monitorimit të shteteve në respektimin e demokracisë, standardeve që ka kriju ky këshill dhe akteve e instrumenteve të cilat i kanë nxjerrë duke rregulluar shumë aspekte të rëndësishme që lidhen me demokracinë, sundimin e ligjit dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut në vendet që janë anëtarë të kësaj organizate. Për më tepër, vetë anëtarësimi i Kosovës në këtë organizatë kish me tregu dhe kish me qenë indikator mjaft i rëndësishëm për shtetin, për qytetarët, se Kosova ka mri të jetë në standarde të pranueshme me vendet demokratike të Evropës. Natyrisht, unë në vazhdimsi, në çdo takim që kam pas me ndërkombëtar, qoftë vizita individuale ose grupore, por edhe në organizimet ndërkombëtare ku ne jemi pjesë e mekanizmave të shumtë ndërkombëtar, e kam ngritë si shqetësim dhe kam kërkuar që me evitu pengesat politike që lidhen me anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, duke provu që përmes avokatëve të popujve të vendeve përkatëse të arrijë me bë të qartë se anëtarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është interes edhe i vetë organizatës, por edhe është interesi të gjitha komuniteteve dhe gjithë qytetarëve në Republikën e Kosovës. Po prej vlerësimit juaj, në rast se do ishim pjesë e këtij mekanizmi, a vlerëson që ka çështje në Kosovë të cilat gjykata evropiane kish me hedh poshtë dhe kish me dhënë të drejtë qytetarëve? Mendoj që po. Cilat sektor mendon që kemi? Po, e para në gjithë administratën shtetërore dhe në gjithë segmentet që i ka shteti edhe në raport me legjislacionin dhe me veprimet që i merr administrata e shtetit kish me pas një kontroll të shtuar. Ju e dini, Këshilli i Evropës ka mekanizma që mbikëqyr edhe barazinë dhe mos diskriminimin përmes organeve të barazisë dhe përmes monitorimit të këtyre organeve. Pastaj Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut është një mekanizëm ku edhe individet mund të ushtrojnë kërkesa në raport me shtetet. Pengesat kryesore që ne na vjen në anëtarësimin në Gjykatën Evropiane vjen prej qeverisë së Serbisë dhe politikës të tyre. A mendon që është interes më i madh i serbëve të Kosovës që Kosova me qenë pjesë aty?
Padyshim, edhe pse nuk mund të pranoj që vjen pengesa më e madhe për Serbisë. Pengesa më e madhe ndoshta vjen prej vetë politikave të brendshme, sepse duhet jemi më koherent, duhet jemi më bashkëpunues dhe kopërës me Megjithatë ka pas një avokim prej Serbisë për mos antarësim. Është e pritshme dhe unë mendoj që kjo shkon në dëm të qytetarëve të serb që jetojnë në Kosovë. Vetë qytetarët serb të Kosovës, në çdo takim që unë kam pas me ta, sikur presin që Kosova të antarësohet në Këshillin e Evropës, që pastaj me pas mundësi mi adresu problemet e tyre në këtë gjykatë, por edhe në instanca tjera. E do mendoj që kur them që dëmtohet qytetari i Kosovës, këtu kam parasysh të gjitha komunitetet, pra edhe serbët. Ne e dim problematika që dalin me zvarritjet e procedurave gjyqësore që paraqesen vetvete një cënim të drejtës për gjykim në kohë të arsyeshme, pastaj mungesa në disa raste ekzekutimit të vendimeve gjyqësore që paraqet një cënim të drejtës për gjykim të drejtë dhe shumë aspekte tjera që lidhen me drejtat e njerëzit, qytetarët edhe të komunitetit serb do të kishin mundësi me i dorëzuar në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit, e cila ka kriju standarde të tilla që respektohen nga shtetet, nuk kontestohen dhe gjithmonë kontribuojnë në interes të. Është përmend dje situatën në veri dhe është kërku shtensionim i situatës atje për memërim me qenë pjesë e agjendës. Qysh e mendon këtë punë? Pse evropianët janë të e konsideru të tensionuar me situatën? Në raport me drejtat e njerëzit po flas. Unë kam pas shumë komunikim me qytetarët e Veriut, sepse kam konsideruar që është përgjegjësia ime si avokati i popullit për faktin se përfaqësimi në institucionet e Republikës Kosovës nga komuniteti ka pësu një ndryshim radikal me dorëheqjet që qytetarët e këtij komuniteti kanë dhënë nga institucionet dhe kam intensifiku komunikimin dhe bisedat me qëllim që mu afru sa më afër tyre dhe mund të them që situatë të tensionum në teren nuk vrejhet, nga krejt vizitat që unë kam pas, natyrisht është një gjendje paknaqësisë për shkak të mungesës përfaqësimit institucional, por që ndoshta mund të ketë probleme të natyrave tjera ose informacione që unë nuk i di dhe nuk i kam, por nga komunikimi që unë kam pas me qytetarët, ata kryesisht janë anku për aspekte që janë të natyrshme. Si për shembull, prezenca e shtume policisë, natyrisht që i pengon sepse konsiderojnë që nuk është e nevojshme, nga sa ata spaku në komunikim me mua tregojnë që dëshirojnë të ndihen si qytetar paqësor të këtij vendi dhe jo si rrezik për shtetin dhe organet e sigurisë. Pastaj shpesh ankohen për këtë çështjen e dokumentacionit personal, mungesës së procedurave, gjë që ka pas lëvizjen këtë drejtim edhe me nismat e insistimin tim si avokati i popullit. Në kohëve të fundit ka një tendencë me paraqit shqetësime që ndoshta nuk korrespondojnë me ankesat e parashtruara të autoritetet lidhur me ngacmimet seksuale që sipas qytetarëve serb ndodhin në raport me komunitetin serb. Ka edhe raporte të shoqërisë civile të cilat po pretendojnë që ka ngacmime seksuale prej policëve në raport me qytetarët serbë që jetojnë në verinë e Kosovës. Tregom sa janë reale këto edhe sa ke pa vullnet të institucioneve me i trajtu. Unë qysh në fillim kur është paraqit ky problem si shqetësim, i kam taku organizatat e shoqërisë civile të komunitetit serb, që janë pjesë e këtij komuniteti. Mu ka dërzu me shkrem një pjesë e këtyre shqetësimeve. Kam realizu një takim me drejtorin e policisë Kosovës, kam kërku me marrë masa dhe me verifiku nëse këto ekzistojnë. Natyrisht kam komuniku edhe me inspektoriatin e policisë e Kosovës, edhe kam pa jo vullnet, po gatishmëri të plot duke konstatu që në asnjë rrethon nuk kanë me toleru veprime të tilla, sepse jo vetëm që nuk janë normale, po janë tërësisht papranueshme, edhe për mua si qytetar i Republikës Kosovës. Antarët e shoqërisë civile që jetojnë në atë zonë, disa prej tyre kanë pas edhe incidente ku pretendojnë që janë sulmu prej policisë. Ju po thoni që deklarativisht IPK ju ka thonë që don me hetu. Mirë po, rastet e tyre ende nuk janë zbardhur. Nga informatat që unë kam për inspektoriatit, në shumë raste ata kanë marrë veprime konkrete dhe kanë dalë me vendime. Pra aty ku ka konstatu që ka shkelje, kanë marrë edhe masa, ose kanë propozu marrjen e masa. Ka dhe kallëzime penale në këtë drejtim. Unë vetë personalisht jam interesu për disa raste dhe kam insistu te autoritetet që duke vepruar në bazat e ligjshme me hetu këto raste me prioritet, sepse konsideroj
krijojnë raporte mirëbesimit në raport me qytetarët dhe institucionet e Republikës Kosovës. Por duhet t'i kthejmë edhe një herë çështjes së ngacmimeve seksuale. Në njërin nga takimet që kam pas në Mitrovicën e Veriut, me qytetarë dhe organizatat që vinë nga komuniteti serb, kam kërkuar raste të mira për tu. Për më tepër, unë kam ofruar zyrtarët e institucionit të avokatit të popullit me qenë prezent në stacionet policore në çdo rast kur ata pretendojnë që ndaj tyre është kryer një veprim i cili konsiderohet i kundërligjshëm e që ndërmarr nga policia. Dhe nuk ka shpjegim fakti që ne nuk kemi pranuar, në fakt policia nuk ka të raportuar rastet e tilla. Tash mund të themi se kjo mund të jetë edhe një efekt i mosbesimit tek organet e policisë, por unë konsideroj edhe që është një tendencë e disa grupeve që ndoshta janë të ndikume për me e njollosë edhe veprimet e policisë. Natyrisht, unë gjithmonë ju jap të drejtë qytetarëve, natyrisht në çdo rast kur ka një pretendim, provoj me hetu dhe me gjetë faktet, argumentet që vërtetojnë shqetësimet që i kanë, por kur këto shqetësime nuk vërtetohen, jena të jetu në kohën digjitale. Kur secili kemi telefon, kemi kamera në vetura, kemi elemente tjera, deri sot po pretendohet që ka ngacmime seksuale prej policëve në momentet kur ndalet vetura etj, ose në rrugë, mirë po nuk është asnjë filmim. Jo vetëm që nuk është asnjë filmim, por nuk është, janë vetëm 2 ankesa në krejt këtë periudhë në bazë të raporteve të fundit që i kam nga policia. Nuk e di nëse ka ndryshuar gjendja këtë periudhën, këtë muajin e fundit. Dhe unë mendoj që çdo rast i ngacmimit dhe i keq ose i tejkalimit të autorizimit nga policia duhet të hetohet dhe duhet merren masa. Ne kemi krijuar standarde të tilla në demokracinë tonë që respektimi të drejtave të njeriut dhe pacënueshmëria, integritetit fizike edhe respektimi i dinjitetit të njeriut duhet me qenë në thelbin e çdo veprimi që ndërmarrin autoritetet publike. Unë du me jetu në një shtet ku respektohen këto standarde. Nuk du me jetu në një shtet ku policia ngacman, ku policia ushtron dhunë fizike. Prandaj edhe kam qenë shumë i vëmendshëm këtë drejtim. Prandaj edhe kam qenë shumë jam ofru edhe komunitetit, edhe qytetarëve. Prandaj kam ofru edhe staf mbështetës, që në çdo pretendim të kësaj natyre, me qenë zyrtari i avokatit të popullit në stacion policor, në prokurori dhe në gjykatë me i përcjell këto raste. Edhe ashtu shku zyrtari? Nuk ka kërkesa, pavarësisht që ne kemi numrin e telefonit falas në mënyrë publike, transparente, është si të është publik dhe dihet nga qytetarët, është lehtë i qasshëm. Kemi zyra në Mitrovicën e Veriut, është zyrtarja që punon në atë zyre, por ne nuk kemi pranu. Kemi pranu kryesisht ankesave të karaktereve tjera, që ne jemi duke i trajtu. Një prej tyre është edhe ankesa se qytetarët komunitetit serb po diskriminohen në rastet e verifikimit të adresave sa i përket shtesave të fëmijëve dhe për çka ne jemi duke përgatit një opinion, një qëndrim tonin, e cilën shumë shpejt do ta bëjmë publike. Pastaj ka ankesa në raport me zvarritjet e procedurave gjyqësore, me vetë atë që e përmenda më herët, mungesa ose procedurat e vështira për mu pajis me dokumente personale, sidomos me certifikatat që për shkak se një numër i tyre janë të regjistruar në Republikën e Serbisë, pastaj e kanë problem me i regjistruar në Kosovë, por që është i kaluar si problem me njohjen e diplomave të shkollimit. Kemi pas shumë ankesa në raport edhe me çështjet e drejtave në punë, sidomos me një rast një numër të madh të zyrtarëve që punojnë në Ministrinë e Kulturës, që kanë ardhur që si pasojë e marrëveshjes së Brukselit, ata janë në punë, por nuk kanë hapësirë ku me punu, pra nuk janë akomodu, marrin pagën, por nuk e ushtrojnë punën. A vazhdojnë me marrë pagën? Nga ajo që unë kam arrit me kuptu nga komunikimi me Ministrinë e Kulturës, po. Por që ata nuk janë të sistemu, nuk kanë hapësira ku është. Po çështë zgjidhen e një situate ku komuniteti, OJQ që punojnë atje, po kritikojnë policinë dhe po pretendojnë që kanë prova që ka ngacmime seksuale, në anën tjetër, autoritetet
po e thojnë të kundërtën dhe po pretendojnë që janë të hapura për mi denoncu gjitha situatat. Në anën tjetër, misionet ndërkombëtare janë bukur të heshtura në këtë temë. Disa ditë më herët ka qenë një raport dhe i organizatave ndërkombëtare ku në një mënyrë e kanë demantu krejt këtë situatë. Unë nuk apostrofoj mundësin të ketë rastet të kësaj natyre. Prandaj edhe kam pas komunikim me autoritetet. Mundet me pasë edhe në pjesën tjetër të Kosovës. Absolutisht po. Nuk janë imun as zyrtarët policorë dhe as zyrtarët tjerë nga lëshimet e tilla që mund të Kemi problem më të madh në Universitetin e Prishtinës. Po, ju e dini jo vetëm në universitet, po në kam pas një hulumtim, në fakt studentët kanë bërë një hulumtim që më kanë prezantuar në të gjitha universitetet publike dhe është evidentuar si problem serioz çështja e ngacmimeve seksuale. Por që unë konsideroj duhet një angazhim i shtumë i Policisë Kosovës, Inspektoriatit Policisë Kosovës, me komuniku dhe me e rrit transparencën, me e rrit edhe efikasitetin e hetimeve në këto raste, për me dalë me raporte të finalizuara, të hetuara mirë, dhe asnjë rast mos me leju me anashkalu nëse ka elemente të dyshimta, ose ka bazë me dyshu se ka veprime të tilla. Unë mendoj është përgjegjësia vetë Policisë së Kosovës që me veprimet e veta dhe me masat që ndërmerr me i siguru qytetarët e Kosovës, të gjitha komuniteteve, që ne kemi të bëjmë me një polici që respekton rregullat dhe respekton kodin e sjelljes që e kanë të aprovuar. Gjatë këtij muaji kemi pas edhe një raport tjetër ndërkombëtar i cili e ka ranku Kosovën shumë më keq se herat e kaluara. Raporti i reporterëve pa kufi e ka vendosur Kosovën në vendin e 99 për lirinë e mediave. Unë mendoj që kjo është rezultati qasjes politike që institucionet që bartin pushtet në Republikën e Kosovës kanë pas ndaj mediave dhe lirisë së mediave. Koncepti i lirisë së mediave është ndërtuar mbi parime dhe standarde të përcaktuara qartë. Dhe natyrisht këto standarde kanë edhe kritere dhe kanë edhe kushte edhe për vetë mediat. Në aspekt etikës gazetareske, në aspekt përmbajtjes nga gjuha urrëties dhe nga gjuha diskriminuese, në mbrojtjen e të dhënave personale dhe jetës familjare, shumë aspekte tjera që ju i dini më mirë se unë. Por që autoritetet publike kanë përgjegjësi me garantu lirinë e mediave në çdo situatë, kjo është e pa. Çu shpjegon që qeveria po e mohon përgjegjësinë e vet në raport me këtë temë dhe e ka vendosur sërish topin tek gazetarët dhe tek mediat? Mendoj kjo vetëm e fillon edhe më shumë situatën jo të mirë, sepse autoritetet duhet me reflektuar në çdo kritikë, edhe nëse konsiderojnë që nuk është në plotnime ose nuk e reflekton realitetin e plot të situatës. Dhe unë mendoj që fakti që kohëve të fundit, viteve të fundit, ka pas një tendencë me sulmu gjithçka që është jashtë qeverisë, jashtë pushtetit ekzekutiv, mendoj që ka ndikuar edhe te mediat. Sulmet ndaj gazetarëve dhe mediumeve, tendenca me ndryshu ligje që cenojnë institucionet e pavarura që rregullojnë mediat. Pastaj gjuha linçuese në raport me gazetarët dhe me mediumet e caktuara, ndoshta janë pasojë e këtij ose shkak për me dalë një raport i kësaj natyre. Dhe unë mendoj që jemi në një situatë jo të mirë në këtë drejtim, sepse nëse vazhdohet me mohu këtë fakt, ose këtë situatë, dhe nëse nuk merren masa me ndryshu qasjen politike të institucioneve që kanë peshë dhe kanë fuqi të pakontestueshme në Kosovë, atëherë natyrisht gjendja mund të më përkeçua edhe më tej dhe mund marrë në një situatë ku gazetari ka mundi i kërcënum, i rrezikum me thënë të vërtetën, gjë që e ka mision. Po e flesni tendencën për me tash po e përkthej me i kap institucionet e pavarura. Njëna prej arsyeve pse raporti është i tillë është tendenca me i kap dhe me shtran ndikimin politik në Komisionin e Pavarur të Mediave. Ne kemi në kohën kur ligji për Komisionin e Pavarur për Media është aprovu dhe është dërguar në gjykatën kushtetuese, ne kemi dalë me komentet tona, kemi dërguar në gjykatën kushtetuese. Tendencën me e vendosë
shkarkimin e këtij komisioni nga ana e komisionit parlamentare kemi pas ullje të standardeve dhe cënim të rënd të pavarësisë së këtij institucioni, sepse praktikat juridike tregojnë që së paku duhet me ekzistu kriteri njëjtë i shkarkimit me atë me të cilën je zgjedh. Tek institucionet e pavarura duhet jenë edhe kriteret më të vështira. Ta zonë të avokati i popullit zgjidhet me gjatën e vot, por shkarkimi mund të jetë vetëm me tatën e vot dhe atë në rrethana të posaçme të përcaktuara në ligj. Kjo ban që me rujt panshmërinë e institucionit, me rujt pavarësinë dhe me rujt këtë institucion, këtë organ nga çdo ndërhyrje politike dhe tjera. Edhe ju po e quani ulje të standardit. Pse qeveria refuzon me e kuptu këtë problem? Nuk e di. Tham drejtën, edhe në raport me vetë veprimet që unë ka marrë si avokati i popullit, shpeshher ka pas tendencë me i keq interpretu. Shembulli konkret ka qenë në disa raste kur unë kam dërgu ligje në gjykatën kushtetuese për vlerësim të përputhshmërisë së tyre me ligjet. Kam qenë shumë i kujdesshëm, kam deklaru publikisht jam interesum sa më pak ligje me çun gjykatën kushtetuese, sepse kjo tregon maturimin e klasës politike dhe institucionale. Pra nuk bëjnë gabime, nuk bëjnë lëshime, po aty ku shoh lëshim, aty ku shoh gabim, unë nuk mund të hesht para atij fakti, sepse jam betu dhe kam mision atë punë. Dhe është një përshtypje e demonizimit të njerëzve që po ngritin çështjen e gjykatën kushtetuese, pra duhet me kuptu qartë që lëvizja vetëvendosje i ka kritiku shumë aktivistët dhe njerëzit të cilët e kanë dërgu ligjin e KPM-s në gjykatën kushtetuese. Absolutisht, nëse nuk ishte dërgu në gjykatën kushtetuese sot e ligjin fuqi, pasojat kishin me qenë fatale për atë institucion, sepse pastaj vullneti politik i shumicës politike që e krijon pushtetin kish me ndiku, kish me marrë vendime për një institucion pavarur. Nëse një antari KPM-s kish votu për lirisë së shprehjes ose nuk kish pranuar me ndëshku një media, deputati kishin shkarku pas një procedurë. Gjë që vendimarja më nuk është e pavarur. Pastaj ti je si themi në ombrellën e politikës, në ombrellën e pushtetit dhe ideja A mendon që deputet e vetëvendosjes, ata që e kanë shkruar ligjin, qeveria, e kanë ditë këtë problem? Që po, sepse nëse nuk e kanë ditë, atëherë del që nuk e di pse janë aty. Unë jam i bindur që ata e kanë ditë, po sa duket kjo ka qenë qëllim, kjo ka qenë qëllimi dhe në benoj që kjo dëmton demokracinë, e dëmton standardet që Kosova ka ndërtu. Unë me bindje tham që Kosova ka ndërtu standarde që ndoshta janë përtej vendeve të rajonit dhe vrehet një tendencë me i dëmtu këto standarde. Gjë që unë menoj që duhet me pas reflektim të gjithë po njerëzit po e kanë të vështirë me e kuptu që ka pas një tendencë komplet me shtri ndikimin politik në media. Po atëherë cili është qëllimi i krijimit të institucioneve të pavarura, nëse duhet t'i ketë në dorë të gjitha pushteti. Atëherë po e lan pushteti le ta merr edhe avokatin e popullit, edhe gjykatën kushtetuese, edhe komisionet e tjera të pavarura. Kushtetuta e Republikës Kosovës jep shumë rëndësi kontrollit dhe balancës. Jep shumë rëndësi. Prandaj edhe ka kriju institucionet pavarura, jo me i bë kashillëk e me i bë opozitë institucioneve të tjera të pushtetit, po me garantu që ato kanë me zbatu që ato standarde që janë vlerat kushtetutës tonë, e që janë barazia para ligjit, mos diskriminimi, respektimi drejtave të njerëzit, barazia gjinore, e shumë aspekte të tjera. Tash ekziston një problem avokat, qytetarët po e shohin qeverinë si zbatuese të drejtave të njerëzit, si një qeveri e cila po e kthen pushtetin te qytetarët. Në anën tjetër, gjykata kushtetuese po konstaton që qeveria në mënyrë konsistente po don me bë ligje që e cënojnë demokracinë, e cënojnë ndamin e pushteteve, e cënojnë pavarësinë e institucioneve publike. Unë mendoj që duhet me pas kujdes sepse këtu një vije hollë ndan tendencën me i kap institucionet nga tendenca me i çkap institucionet ose me i pavarësu. Edhe ndryshimi i ligjeve nuk duhet mu bë me idenë që me i largu njerëzit nga aty. Ndryshimi i ligjeve duhet më bë me i fuqizu ato institucionet pavarura, me i pavarësu edhe më tepër, me i dhënë edhe më shumë kompetenca, përgjegjësi, natyrisht me i dhënë edhe llogaridhënie, sepse
dhe institucionet e pavarura janë llogaridhënës në raport me përgjegjësitë që ato marrin sipas ligjit. Në anën tjetër, është detyrë e qeverisë me zbatu ligjin edhe me respektu të drejtat njerëzit. Koncepti ose perceptimi i qytetarëve nuk është i gabum, kështu duhet jetë, kjo është legjitime, sepse fundit ata janë vullnet i shprehun në votën e qytetarëve dhe përgjegjësitë që kanë marrë, pastaj janë me i zbatu ligjet, po edhe me i avancu në interes të përmirësimit të jetës qytetarëve dhe demokracisë e respektimit të drejtave të njerëzit. Prandaj, për me qenë më i qartë, ideja për me e ndryshu ligjet duke i ullë standardet nuk është progres, ajo është regres, nuk mund të konsiderohet rikthim i si të themi i vendimarrjes tek qytetari, po mendoj që fajtori sërish është gjykata kushtetuese. Unë mund të kem vrejtje në rastet të caktuara të gjykata kushtetuese. Megjithatë, unë asnjëherë publikisht nuk kam dalë të kontestoj ose të demantoj çfarëdo vendimi që gjykata kushtetuese ka marrë. Ne mund të interpretojmë vendimet e saj, mund të komentojmë ato qëndrime, por janë të pakontestueshme, sepse është instanca e fundit dhe e vetme në Republikën e Kosovës që ban vlerësimin e përputhshmërisë ose kushtëshmërisë së vendimeve. Po çka kishte ndodhur me shtetin e Kosovës në 5 vitet e fundit, nëse se kishte pas gjykatën kushtetuese? Unë konsideroj që gjykata kushtetuese ka qenë një ndër vlerat më bazike të demokracisë që ka luajtur rolin e atij balancuesi që nuk ka leju që demokracia e vendit tonë me eskalu në një diçka tjetër. Pra, ka ndërtu standarde të qëndrueshme, ka ndërtu parime mbi të cilat na sot mund të bazohemi. Natyrisht mund të ketë edhe gabime. Çfarë shteti kishin pas sot nëse ishin miratu krejt të ligje pa pas filtrin e gjykatës kushtetuese në këto 4 vitet? Unë nuk jam i prirur të flas me terma politike, sepse vetë natyra punës time është marrë vendimet e gjykatës kushtetuese. Por nëse e shohim nga krejt analiza që mund me bë situatës për atë sa unë jam në mandat së paku, gjykata kushtetuese ka luajtur një rol që më i ndalu veprimet arbitrare të autoriteteve publike. Dhe kjo mënaj është shumë rëndësishme, sepse veprimet arbitrare çojnë në vendime që mund të jenë me pasoja të rënda për gjithë qytetarët. Ligji i pagave në Republikën e Kosovës për sektorin publik ka tregu këtë. Gjykata kushtetuese ka vendosur standarde, nuk ka ulje të pagës në Republikën e Kosovës nëse kjo nuk është e përcaktuar në ligj qartë. Dhe nuk mund të ketë ligj që diskriminon mrena vetvetes grupe të caktuara të njëjtit grupacion, siç është në këtë rast sektori publik dhe detyrimi i shtetit me bë kompenzimin e pagë, duke konsideruar pagën si pronë dhe diçka që është e mbrojtur me kushtetut dhe me ligj. Mos të flasëm pastaj për Këshillin e pavarur të Këshillin prokurorial, Këshillin e pavarur të Komisionin e pavarur të mediave e shumë ligje tjera që nëse gjykata nuk ishte vepruar kishte me pas pasoja dhe diskriminimi kishte me qenë ndoshta edhe vetë demokracia ishte dëmtuar në aspektin e ndarjes së pushteteve, sepse ju e dini, një prej parimeve bazike në demokracitë siç është Kosova është ndarja e pushteteve në mënyrë të qartë. Natyrisht ato ndërveprojnë mes vete, po jo me ndërhyj tek njëra tjetra në vendimarrje dhe në punët që i kryjnë. Tash, prej këndvështrimit tonë, çka po ju ndodh institucioneve ose mekanizmave të cilët po tentojnë me rujt demokracinë këtë anë? Fatmirësisht Kosova ka ndërtu mekanizma që garantojnë pavarësinë e këtyre institucioneve. Unë e shoh këto shumë mirë tek mënyra si funksionon avokati i popullit, po natyrisht ka ndikim negativ, sepse edhe institucionet e pavarura kanë të nevojshme, kanë të domosdoshme ndërveprimin me institucionet. Si avokati i popullit, në rast se ke kritiku qeverinë me raporte për punën ose për shkeljen e drejtave të njerëzit, çu shën prit këtu? Ka reagu parlamenti, është shumë interesant. Se në çdo demokraci funksionale... A ka pa aftësi me i kuptu raportet? Jo, o mendoj që... Arrogancë? O mendoj që në krejt këtë që ka ndodhur kohëve të fundit, ne po kalojmë nga një republikë parlamentare në një republikë qeveritare, sepse është vrejtë ndikimi i parlamentit në mbikëqyrjen e punës qeverisë nuk ka ekzistuar. Edhe në momentin kur ka marrë vendime kuvendi
natyrisht kanë qenë të indikume prej ekzekutivit. Shembull ta zëm tek reagimi në raport me punën e avokatit të popullit ka pas një çështje që i ka kushtu Republikës Kosovës, i ka kushtu qytetarit të Republikës së Kosovës, kur është votu kundër në parlament, është votu kundër raportit të avokatit të popullit. Unë e kam spjegu disa herë, po e konsideroj që është e nevojshme me spjegu sa herë jam në media, sepse nuk ka të bëj me aspekte personale të qenurit avokatit popullit Naim Qelaj. Ka të bëj me respektimin e një institucioni që është kushtetues, që roli i tij kyç është mi mbrojt qytetarët nga shkeljet që mund t'i bëjnë autoritetet publike në raport me ta. Dhe e çuditshme është që raporti i vitit 2022 i avokatit të popullit mbi gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë, ku unë kam pasqyruar të gjitha shqetësimet që unë i kam ngrit për atë vit në raport me respektimin e drejtave të njerëzit, është vendosur në votim në vitin 2024 me 23 maj 2024. Pra pas një vit me vonesë, një vit e gjysmë me vonesë. Për apostrohoj këtë fakt. Raporti ka kaluar në 3 komisione parlamentare. Komisioni më i rëndësishëm është Komisioni për Drejtat e Njerëzit. Nuk kam pas asnjë koment negativ. Është pranuar dhe është vlerësuar raporti nga ky komision, ku marrin pjesë gjitha partitë politike. Është votuar dhe është propozuar Kuvendit për miratim, për votim, duke konstatuar që raporti është në soza të pranueshmërisë i rregull dhe si i tillë është duhet të aprovohet në Kuvend. Komisioni financiar nuk e ka gjetur asnjë vërejtje të vetme. Auditori nuk ka gjetur asnjë vërejtje të vetme. Domethënë institucioni ka performuar dhe ka qenë ndër institucionet që dash të jetë shembull edhe të merr komplimente e merit për punën që e ka bërë. Dhe momentin kur unë e prezantoj raportin në Kuvendin e Republikës Kosovës, paraqes një varg shqetësimesh e problemesh që i kanë sot qytetarët e vendit. Si për shembull, cilat probleme? Çështjet e arsimit, të drejtat e fëmijëve, të drejtat e persona më të kufizuar, çështjet e kategorive të ndryshme sociale, mosbatimi i ligjit, problemet me nxjerrjen e akteve ligjore, pastaj problemet në aspektin e mbrojtjes gjyqësore të drejtave, zvarritjet e procedurave gjyqësore, problemet me legjislacionin, ku Parlamenti aprovon ligje të cilat janë kundërshtim me frymën e qëndrimeve të gjykatës kushtetuese. Edhe atë mbrana një kohë shumë të shkurtër. Ta zëm, gjykata kushtetuese nxjerr akt gjykim që konstaton që mosnjohja e stazhit punës për pensionistët kontribut pagues për vitet 90 është diskriminim, është kundërshtim me kushtetutën, dhe kriteri 15 vjeçar për me u njoftë e drejtë është diskriminues dhe e prek e cënon të drejtën e pronë. Parlamenti aprovon një ligj me ndryshime, ku e vendos me njoft stazhin për vitet 90, por e lën kriterin 15 vjeçar diskriminues. E shumë probleme tjera, dhe në fund unë kërkoj nga Parlamenti që me ndryshu rregulloren e Kuvendit në raport me raportin avokatit të popullit, mos me ju nënshtru procedurës votimit, sepse nuk ka asnjë efekt. Raporti qëndron aty, raporti është publik, raporti paraqet fjalët dhe shqetësimet e hallet e qytetarëve. Dhe nëse ju nuk doni me i dëgju këto halë shqetësime, është tjetër. Edhe një studim dhe vlerësim profesional për ato probleme. Absolutisht. Dhe asë një koment demantus nuk kam për atë që kam paraqit në raport. Është pranu përgjithsisht. Edhe kritikat në raport me Kuvendin, edhe me që e fola për legjislacionin, edhe votojnë kundër raportit. Dhe ta keni parasysh çfarë impaktin negativ ka kjo në reputacionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Kanë reagu organizatat ma kredibile ndërkombëtare. ENRI, që është organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, që ka një ndikim të pa imagjinueshëm për neve që nuk e njohim në institucionet e Bashkimit Evropian, ka dalë me një komunikat të ashpër, ku e ka cilësu kërcënim serioz i avokatit të popullit. Sepse kjo kështu konsiderohet. Pastaj Equineti, që është organi barazisë, organizata e organeve të barazisë në Evropë, kanë organizuar edhe organizata tjera botnore, globale, dhe unë në këtë situatë kam provu me rujt qetësinë dhe balancën, të thonë që ky është një lëshim
Kjo është një gabim i cili ka mu rikuperu, sepse nuk ka asnjë pasojë në punën e avokatit të popullit, sepse Kosova ka ndërtu qaso mekanizmash që edhe kur parlamenti nuk e voton, ose voton kundër një raporti të avokatit të popullit, megjithatë pasojat nuk ndodhin. Pra, unë vazhdoj të jem avokati i popullit, raporti vazhdan të qëndroj në i publikum në faqen e institucionit, edhe faktët që janë atë raport qëndrojnë aty. Dhe le ti merë se cili qytetari i Republikës Kosovës le ti lexon dhe ka me pa që nuk qëndrojnë ato pretendime që janë ngritë në kur është propozu me votu kundër. Pra, du të them, nëse nuk kishin ekzistu këto mekanizma garantues, natyrisht që pasojat kanë mund të jenë shumë të rënda. Si për shembull? Po ndoshta është cenu vetë pavarësia e institucionit në shkarkimi, ku ta dion masa tjera, si të rasti i Komisionit Pavarur të Mediave, nëse ligji kishte kalu në këto rrethana me siguri shkarku komisioni. Po, a është keni presion ndaj institucioneve të pavarura për me ndryshu raportet, me i bo më të mira, me qitë qeverin pak më mirë në zbatim kësaj pune? Unë nuk du me qujtë ma të emër, por që në aspektin e reagime ndërkombëtare është marrë kështon. Është konsideru si kërcem, është konsideru si tendencë me e friksu edhe me nalë zonën e një institucionit pavarur. Por ta keni parasysh një gjë. A ka reflektu kuvendi mas këtyre komunikatave? Nuk kam pas komunikimi. Nuk ka pas komunikim. Në fakt, unë kam kërku sqarim nga autoritetet që menoj që janë kredibile dhe që kanë përgjegjësi në këtë rast, që është kuvendi dhe presidenca, nuk ka marrë asnjë reagim. Në fakt, unë nuk e di pse raporti nuk është votu. Unë sot, nëse më pyetni cilat janë arsyet, ju them vjen keq, po nuk e di. Sepse asnjëherë, as mënyrë zyrtare, as mënyrë jo zyrtare nuk mu ka thënë cila është arsyeja dhe shkak. A keni pastaj komunikim me kryeministrin Kurti, me presidenten? Po, natyrisht. Unë vazhdoj natyrisht. Unë mendoj që ne megjithatë kemi kriju një standard dhe një përvojë institucionale që komunikimi për punë të shtetit me qenë i natyrshëm edhe nuk e kemi këtë problem. Por që ndoshta duhet me e rritë koordinimin edhe ndërveprimin mes institucioneve dhe me pyet më shumë autoritetet kompetente për çështjet që janë të rëndësishme për vendin. Unë para disa ditësh e pata një takim me dy këshillat, Këshillin Prokurorial, Këshillin Gjyqësor dhe Odën Avokatëve, bashkë me Akademinë e Drejtësisë. Besoni ka qenë një ndër takimet më interesante që na kemi mujt me realizuar në kësaj periudhe. Dhe çka vrejta nga krejt pranishmet ishte problemi i komunikimit ndërinstitucional. Nuk është thjesht me i shkëmby letrat e me i shkëmby informatat, është thjesht me ulë dhe me i diskutu për problemet. Unë të njëjtën gjëja thash edhe Trëndafilovës në vizitën që kisha para 2 ditësh. Sepse ajo konstatimin tim se gjykata nuk është transparente me publikun e mori sukurun, po tham që nuk publikojnë informata në faqe. Por ajo nuk është qasje transparente. Qasje transparente është kur ti jep sqarime, e sqaron situata që janë shqetësim të ngritura nga publiku. Pra, avokati i popullit nuk është transparent nëse publikon raportet në faqe, por është transparent nëse ndaj meje paraqitet një shqetësim, nëse thuhet që avokati i popullit nuk po i trajton mirë çështjet. Unë duhet të jem transparent dhe dal t'ja arsyet të sqarimet nëse po i trajtoj mirë ose jo. Për gjykatën speciale, po çu prit kjo dhe a pret reflektim? Unë mendoj që na duhet me e pas guximin me i thonë gjanat ashtu siç janë. Edhe kur janë mirë, me i thonë mirë. Po kur janë keq, natyrisht ne nuk mund të heshtim. Dhe kjo ishte tendenca edhe qëllimi me i tregu kryetarës së gjykatës. Unë interpretu në publik që ju po e kritikoni gjykatën? Jo, unë vetëm kam ngritë shqetësime. Unë vetëm kam ngritë shqetësime që i ka publiku sot. Dhe ju lutem, më tregoni, nëse dikush nga qytetarët e Republikës Kosovës nuk e konsideron shqetësim 5 vjeçarin e kozgjatës paraburgimit. Pa mundësin me i zbatu masa tjera alternative. Nëse mendoni që nuk është shqetësim i botës juristëve të Kosovës që provat në këtë gjykatë kanë qenë të redaktuara deri në atë mas, sa që nuk kanë qenë të kuptueshme. Po, gjykata e ka dhe një avokat të popullit brenda gjykatës. Unë mendoj që ai avokat nuk plotson as kriteret minimale të një avokati të popullit. Dhe e tham këto me bindje, e tham të bazuar në analizë edhe në ekspertizë. Sepse
E para, avokati i popullit duhet të zgjedhet në mënyrë transparente nga një organ i Republikës Kosovës, që në këtë rast mund të jetë edhe gjykata, por që gjykatat nuk zgjedhin avokat i popullit. Avokat i popullit zgjedhin kuvendet, në disa raste zgjedhin edhe institucione tjera, po kryesisht standard dhe principet e Parisit dhe këto që janë në deklaratën e Venedikut kërkojnë këtë standard. Kuvendi i shtetit me zgjedh avokatin e popullit. Nuk ka praktik në botë që avokati i popullit funksionon në ombrellën e gjykatës. Jeni të sigurt për këtë. Nuk mund konsiderohet ose thirret ky avokat në parimin e panshmërisë, e pavarësisë, e përgjithësisë së drejtave të njerëzit, që janë parime bazike, të cilat duhet mi pas një avokat i popullit. Dhe në atë që ai ka prezantuar në komunikimin tim të vetëm që e kam pas në fillim të mandatit, kam kalon me kuptu që ai nuk ka interes me bashkëpunu me autoritetet e Republikës Kosovës. Sepse unë paraprakisht e kam njoftu për çështje që du mi diskutu dhe në çdo pyetje që unë e kam bërë për atë çështje është thirrën konfidencialitet. Konfidencialiteti është parimi i avokatit të popullit vetëm në raport me rastet që i heton, po jo me të dhëna tjera. Jo sa raste i ka avokati i popullit me ankesa. Unë t'i tregoj sot, për çdo ditë t'i tregoj. Jo sa vizita i kam pas në burg, t'i tregoj me raport sa herë t'i kërkon, me ditore, javore, mujore, vjetore, 10 vjeçare. Edhe në këto aspekte, kur ai është thirrë në konfidencialitet, unë kam konsideru që ai nuk është në gjendje me përmbush mandatin që e ka. Sepse avokati i popullit natyrisht duhet me qenë i balancuar në realizimin e misionit dhe vizionit që e ka, por në asnjë rrethon nuk duhet me qenë në ombrellën dhe strukturën e gjykatës. Dhe mos harroni edhe diçka tjetër. Unë nuk besoj që ka jurist në Kosovë që e pranon se po zbatohet parimi i pavarësisë së gjyqësorit në shkallshmëri ose në nivele të gjykatës, nëse të njëjtat gjykata, në të njëjtën strukturë të gjykatës është edhe gjykata kushtetuese. A më tregoni një shembull në botë ku gjykata kushtetuese është mbrana strukturës së gjykatave të rregullta. Gjykata kushtetuese nuk është gjykatë. Këto janë tash çështje të interpretimit të ligjit për gjykatën speciale etj që nuk kisha hyrë shumë në këto detaje, po çështjet e paraburgimit. Për pas që ndodhin në gjykatën speciale, standardet parafërsisht të njëjta i kemi edhe në Kosovë. Kemi njerëz që 8 vjet që ndodhin paraburgim. Besoni që me shumë vëmendje kemi analizuar edhe këtë problematikë edhe në Kosovë. Dhe kemi anë një përfundim që janë disa faktorë që bojnë ose bien deri tek caktimi i paraburgimit pa kriter ose pa i plotësuar kushtet. Dhe në takimin që kemi pas me Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial, unë kanë dalë në pa disa problematika. E para, fakti që paraburgimi shpesh herë përdoret si mas presioni për me pranu fajësinë. E dyta, niveli i profesionalizmit të vetë gjyqtarëve në vlerësimin e kriterëve të paraburgimit. E treta, është ndikimi i publikut në caktimin e paraburgimit dhe në vendimarrje të gjykatës. E katërta është mungesa e kontrollit nga gjykatat e niveleve më të larta. Po jo pak raste ka kur edhe vjen si rezultat edhe jo profesionalizmi të avokatëve. Edhe tendenca e prokurorëve që paraburgimin me përdorë si mjet të parë, jo si mjet fundit që përcakton kodi i procedurës penale, është problem. Pra, krejt këto probleme kemi identifikuar dhe kemi kërkuar dhe kemi përpilu një dokument bashkë me Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial. Kemi kërku me e ndërtu një udhëzues se si prokurorët mi u qas masave të paraburgimit, pranimit të fajësisë, edhe negocimit të marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. Kemi kërku që gjykata supreme me nxjerrë një udhëzues parimor mbi mënyrë si themi zbatimin e legjislacionit nga ana e gjykatës kur caktojnë paraburgimin duke pas parasysh ato që i përcakton kodi i procedurës penale. Pra, unë e kuptoj që edhe në Kosovë kemi problem çështjen e paraburgimit, por ajo që po ndodh në Hag lëni dyshim ose krijon bazë me dyshu, sepse unë nuk po them që dyshoj, po ma krijon një bazë me pas dilema dhe me dyshu që kjo gjykatë nuk po e beson as institucioneve të Kosovës, sepse zbatimi masave tjera, qoftë arresti shtëpiak ose masat që njel kodi i procedurës penale natyrisht duhet më mbikëqyrë. Nuk po ju beson edhe ato e thonë edhe në aktgjykime dhe në aktvendime të veta të cilat i kanë
publiku duke i arsyetuar disa veprime që vetëm kjo paraqet një problem shumë të madh se ne po jetojmë atëherë në këto institucione të pabesueshme. Tash, po du më u kthy prapë te çështja e Kosovës dhe po du më ju pyet prapë për standardet, pra. E kemi pas 2 muajt e fundit një anën prej rasteve të mëdha që është portretizuar në publik, janë arrestuar 16 qytetarë serb në afërsitë të Gjakovës dhe të Prizrenit, dhe në fund gjithë janë lënë të lirë. Kemi diskutuar shumë se si sistemi i drejtësisë ka kisha me thonë pre e politikës, për shkak se ka caktu paraburgim për njerëzit për shkak se i kanë zonë me një sopat. Në fakt, ne jemi shumë kujdesshëm kur flasim për vendimet e gjyqësorit, sepse kërkojmë me rujt. Po flasim për shkak se kemi një vendim të Gjykatës Supreme, i cili në fund thotë... Po, patjetër, e kuptoj. Dhe ka qenë një rast që ndoshta duhet me reflektu këtë sistemi i drejtësisë, që asnjëherë nuk duhet me ra prej e kurfar paragjykimi të rasteve, për ma tepër mos me marrë vendime diskriminuese. Unë mendoj që një prej temave që u diskutuan në takim me Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokuror nga ana ime, ka qenë pikërisht fakti që veprimet në procedurën penale shpeshherë dallojnë varësisht e kanë përballë gjyqtarët dhe prokurorët. Dhe kjo për mua është e papranueshme u shpreh tjetër edhe për vetë gjykatën edhe për vetë prokurorinë. Dhe natyrshëm duhet me marrë masa që këto raste mos u përsërit. Përndryshe, prokuroria edhe organet tjera të sigurisë dhe drejtësisë i kanë në dorë të gjitha mekanizmat ligjore, por duhet i përdorin me kujdes deri në një masë që është proporcionale dhe e domosdoshme e jo të vendosin mbi kritere që mund të jenë nacionaliteti, etnia e nisëm bisedën me veriun dhe thërëm për kredibilitet në institucione dhe në elemente tjera, po çka mi thonë qytetarit kur është në zonë me një sopat, është qunë sa anë gjyqësore, ju ka caktu 30 ditë para burgim, ju ka caktu 30 ditë para burgim edhe prej gjykatës së apelit, dhe në fund gjykata supreme. Pra, po flasim për një filtr, prokuror, gjyqtar para prak, gjyqtar në gjykatën e apelit i cili kalon, dhe në fund gjykata supreme thotë që pajisja të cilën është në zonë vetur nuk është armë sipas ligjit të Kosovës. Unë konsideroj që kjo çështje thash duhet me pas reflektim të vetë sistemi drejtësisë, sepse nuk është rasti izolum, nuk është që ndodh vetëm në këtë rast. Po ndoshta raste tjera nuk vrehen, nuk janë shumë publike dhe na nuk i dim, por që si shqetësim i ngritur dhe si dukuri që mund të ndodhë në sistemin tonë në drejtësi patjetër kërkon masa urgjente me evitu. Nga se paraqet filtri i kontrollës nga Gjykata Supreme është e fundit. Dhe çka nëse edhe kjo dështon, mirë që nuk ka dështu, ka qenë një shembull jashtëzakonshëm, por që apeli sa duket edhe nga vetë Gjykata Supreme shpeshherë vrehet që as qelshohen në shurtim të pretendimeve ankimore, fakteve tjera. Kanë kriju një shabllon të vendimarrjes, gjë që është problem. Ne kemi diskutuar edhe çështjen e vendimarrjes, ajo që quhet ping-pong, kur vendimet kthehen vetëm sa për të kthy, ai të le ta kryejnë punën ai tjetri. Kjo masanej e cënon vetë integritetin e gjykatës edhe të gjyqtarit dhe është problem. Na duhet me punu shumë të gjithë, veçanërisht sistemi i drejtësisë me e rujt atë integritet edhe me rujt besueshmërinë e publik. Unë mendoj që kjo situatë që ju po e përmendni me qytetarët e arrestuar të komunitetit serb dhe vendosja masave jo proporcionale dhe jo të domosdoshme në rastin konkret tregon që sistemi i drejtësisë ka dështuar në këtë rast. Mirë që nuk ka dështuar edhe Gjykata Supreme, sepse skandali kishte me qenë vërtet i madh. Po shkaktari, është presioni politikës? A janë statuset në Facebook? Mendoj që janë kombinimi të gjithave. Janë vetë fryma e diskursit publik në cilën sot diskutohet e komentohet edhe në rrjetet sociale, edhe në mediume, edhe në jetën politike, edhe në jetën publike. Dhe tendenca si themi, e polarizimit në mes të qytetarëve, në mes të grupeve të qytetarëve, në këtë rast edhe të etnive, mendoj që është një politikë shumë e gabuar, një çështje tepër e papranueshme, sepse ne nuk duhet me harru të dhanë shembuj të mirë të funksionimit të demokracisë dhe shtetit, jemi më afër BE-s, jemi më afër Këshillit të Evropës. Me shembuj të kësaj natyre ne vetëm i largohemi këtyre dy instancave. Ne jemi duke shku
jo në një progres drejt zhvillimit, po jemi të shku drejt krijimit të një shoqërie ku diversiteti, multietniciteti dhe vlerat e përcaktume që i kemi pranu vetë, sikur nuk po i respektojmë në plotësi. Këtë ishte shumë kënaqësi me diskutu sonte me ju. Faleminderit shumë. Edhe shpresojmë që rekomandimet e juja për të drejtat e njeriut me u marrë parasysh prej institucioneve të Kosovës. Shpresoj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista me avokatin e popullit Naim Qelaj. Ju vazhdoni me na shohit në kallëzop.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.